Tregtia me shumicë dhe pakisë, së bashku me riparimin e automjeteve dhe motocikletave, rezulton të jetë sektori më i rëndësishëm për punësimin në vend, duke përfshirë 21.8% të punësuarve me pagesë. Pas tij, industria përpunuese përfaqëson 15.5%, ndërsa sektori i ndërtimit përfshin 9.1% të punësuarve. Instituti i Statistikave ka publikuar për herë të parë të dhëna të detajuara mbi demografinë e ndërmarrjeve në Shqipëri për periudhën 2021-2023. Ky raport ofron një panoramë të qartë të zhvillimeve të ndërmarrjeve në vend, përfshir numrin e ndërmarrjeve aktive, të reja dhe të mbyllura, si dhe shpërndarjen e tyre sipas madhësisë dhe aktiviteteve ekonomike. Në total, Shqipëria ka regjistruar 125.736 ndërmarrje aktive në vitin 2023, ndërto 13.346 ishin ndërmarrje të reja, ndërsa 810 ndërmarrje u mbyllën. Tregtia mbetet jo vetëm sektori dominues për punësim, por edhe për ndërmarrje të reja në 26.2% të bizneseve të sapo krijuara që i përkasin këtij aktiviteti. Në vijim renditet sektori akomodimit dhe shërbimit ushqimor me 13.3%, aktivitetet profesionale, shkencore e teknike me 8.8%. Ky publikim i Instat përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt analizës së strukturës dhe zhvillimit të ndërmarrjeve në vendin tonë, duke ofruar të dhëna të vlefshme për politikbërësit, investitorët dhe studiuesit në fushën e ekonomisë.